Ne kemi qenë të interesuar në, të me thonë, para zgjedhjeve që të bashkëpunojmë me LDK-n. Tash sa i përket zhvillimeve në LDK, unë nuk do doja t'i komentoja, por a keni ndonjë kryetar të preferuar? Ajo është çështja që i takon LDK-s ta zgjedhë, natyrisht ne adresimin edhe komunikimin e bëjmë me kryetarin e zgjedhur të LDK-s, por kjo diskutimet e fundit vetë se e qartësojnë edhe i herë, domethënë, i japin të drejtë lëvizjes, sepse patëm diskutimin në fillim për mos zgjedhjen e presidentit, pra që nuk ka pas pajtueshmëri, gjithsesi nuk kanë qenë 15 deputet për zonjën Osmani. Tash, sido që të jetë situata, ne shohim që ka propozime kandidat që po vetë propozohen për president, kandidat që do të kishin dëshirë, kemi disa deklarime, edhe zoti Haradinaj, edhe zonja Osmani, tash edhe zoti Haziri, kishë përmendi edhe emrin e vetë edhe të zotit Abdi Gjiku. Gjithsesi, unë pres ose shpresoj që për te i vetë nominimeve të mendojnë për një emër konsensual, sepse kjo do t'ishte në interes të vendit. Edhe besoj që... Lutfi Haziri ka tentu me sqaru. Shpresoj që pas kësaj interviste, sepse me njerë pas jush do ta kem në të njëjtën karikatë ku jeni ju, Lutfi Hazirin në që kam ma spigu pak qysh o dal ky emër i ti dhe Lumir Abdi Gjiku, duke pas parasysh që LDK-ja ka kandidu me emrin për president siç në 2021 ka kandidu lëvizja vetëvendose me Vjosa Osmanin, qysh o dal emri Lumirit edhe Lutës, por me rëndësi është që ju po thoni që nuk duhet të menduar për këta emra, duhet shkuar tek emra që janë konsensual. Ju thatë që në të kaluarën nuk ka ra mirë kur ka pas emra partijak. Vjosa Osmani ka qenë emër partijak. A deshte me më thonë që asë që atëherë nuk o konë mirë? Tani unë përsëri nuk dua kështu të bëj vlerësime, por shihet që pas përfundimit mandatit të zonjës Osmani, ajo kthye me njëherë në politikë, natyrisht është e drejta asaj, ka qenë zgjedhja e saj, por mendoj që kjo situatë e sqaron që është më mirë të kemi një kandidat konsensual jo partijak.